Edukimi dhe bojkoti, mjetet për të mbrojtur identitetin dhe historinë shqiptare. Në një kohë kur informacioni dhe ndikimi janë fuqi kritike, roli i mediave, gazetarëve, intelektualëve dhe figurave publike është vendimtar në formimin e mendimit kolektiv. Megjithatë, kur këto grupe përdorin platformat e tyre për të shërbyer interesa oligarkike, për të shtrembëruar faktet historike ose për të ndarë shoqërinë shqiptare, reagimi i qytetarëve duhet të jetë i qartë dhe i organizuar. Çfarë mund të bëjmë kur disa prej tyre janë në anën e gabuar të historisë? Përgjigjja qëndron në edukim kritik dhe në bojkotin e ndërgjegjshëm. 1. Problematika, fuqitë që shpifin realitetin. Oligarkët dhe median e kontrolluar prej tyre e shohin shoqërinë si një mjet për të përforcuar privilegjet e tyre. Ata përdorin gazetar, analist ose shkrimtar VIP për të normalizuar narrativat e rreme, duke i paraqitur ato si të vetmen realitet. Shkaktuar ndarje në bazë të ideologjisë, rajonit ose identiteteve të ndryshme. Fshikëlluar luftën kundër korrupsionit duke devijuar vëmendjen nga probleme strukturore. Kur këto figura publikisht injorojnë traditat, vlerat ose interesan kombëtare shqiptare, ato bëhen pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. 2. Edukimi, çelësi për njohuri dhe kritik. Para se të bojkotojmë, duhet të kuptojmë pse dhe kush është armiku i përbashkët. Kjo arrihet vetëm me edukim të thelluar. Edukimi historik, njohja e saktë e ngjarjeve historike si lufta e Kosovës, rilindja kombëtare ose lufta kundër kolonializmit osman, është pararendëse për të identifikuar shtrembërimet. Institucionet arsimore dhe organizatat civile duhet të ofrojnë burime të verifikuara. Edukimi mediatik, qytetarët duhet të mësojnë si të dallojnë lajmin nga propaganda. Workshopet për media literaci mund të ndihmojnë në dekodimin e mesazheve të manipuluara. Promovimi i kritikës konstruktive, në vend që të pranojmë pasivisht çdo opinioni, duhet të kërkojmë burime, kontekst dhe logjik në çdo deklaratë. 3. Bojkoti, nga teoria në praktik. Bojkoti nuk është thjesht mosblerje e diçkaje, por një veprim aktiv për të zvogëluar ndikimin e dëmshëm. Mosndjekja e platformave të dëmshme, ndalimi i abonimeve në media të dyshimta, mosndjekja e tyre në rrjetet sociale dhe refuzimi për të bërë pjesë e audiencës së tyre. Zëri alternativ, mbështetja e mediave të pavarura, blogerëve e intelektualëve që respektojnë vlerat shqiptare. Çdo klikim, ndarje ose donacion për ta është një investim në të ardhmen. Presioni publik, nëpërmjet peticioneve, protestave paqësore ose fjalës së lirë në platforma demokratike, duhet të kërkohet llogaria atyre që shkelin interesat kombëtare. Reagimi ligjor, në rast shpifjesh, thyrjesh ndaj historisë ose fshehje të korrupsionit, mundësohen ankime ligjore për të mbrojtur nderin kolektiv. 4. Bashkimi i kombit, një front i përbashkët. Asnjë bojkot nuk do të ketë sukses nëse nuk ka unitet kombëtare. Kjo nuk do të thotë uniformitet mendimi, por një marrëveshje për kufit e papranueshëm. Dialogu midis gjeneratave, rinia duhet të ndjekë shembujt pozitiv të historisë, ndërsa gjenerata e vjetër të mos idealizojë të kaluarën në mënyrë selektive. Lidhja diaspore shqiptarët e vendlindjes, platformat globale mund të përdoren për të koordinuar një bojkot ndërkombëtar kundër figurave anti-shqiptare. 5. Përgjegjësia është personale. Çdo individ ka fuqinë të ndryshojë realitetin. Nëse zgjedhim të jemi të informuar, të kritikëm dhe të angazhuar, mund të thyejmë zinxhiret e varësisë ndaj oligarkisë. Historia nuk shkruhet nga ata që kanë më shumë para, por nga ata që kanë guximin të ndjekin të vërtetën. Fjala e fundit, mos harro, kombit i shqiptarëve nuk i shitet as nuk blihet. Kur një gazetar, shkrimtar ose VIP e shkel këtë parim, përgjegjësia jonë është të tregojmë se historia nuk fal tradhtarët.